Bashkia Islame, na kemi një dyzen, na jemi institucion me këshillat lokale në përgjithësi, e ka dyzen që sa më shumë me fuqizu, me shpërnda vetëdijsimin fetar. Unë mendoj, po besojmë gjithë se njeriu modern mundet me shpëtu vetëm kthimi ka vetvetja. Se njeriu modern nuk është i kthy ka vetvetja. Kjo është kthy ka të tjerët. Nuk e ka marrë fatin e vetvetes në dorë, por fatin e vetvetes e ka lënë të lirë ka ta çajnë dallgat e jetës. Tash na mund t'ja dim vlerën hoxhës Bashkisë Islame vetëm në një rrethon hipotetike, sikur ta mendonim, ambientin tonë pa mësime të fesë, pa Kur'an, pa këshilla fetare, pa hoxhallar, pa xhami. Nëse dikush është e marrë një dyzen, një yndyrë të njerëzorës në shoqërinë tonë, të atyre vlerave që na dallojnë neve, qofshin ato vlera të familjes, të qytetarisë, të individit, të personalitetit, është pikërisht Bashkia Islame me hoxhallarë në terren, me këshillat, me mësimet, me hutbet e xhumas. Po mbi të gjitha është me ato që është projekt, sidomos në këtë kohë që është me përparësi në Bashkinë Islame të Kosovës, është çështja e mektebit. U përmend pak në fillim, prindërit nuk mundin me kuptu rëndësinë, çfarë rëndësie ka sot ta edukosh fëmijën në mekteb. Thjesht ta dërgosh fëmijën në xhami, te mualimja, te imami, te nën prezant për shembull, tashmë pjesën dërmuese të mektebeve janë duke mbuluar mualimet. Ta dërgosh fëmijën në mekteb, edhe ta pajisish me ato mësimet, me atë stabilitetin shpirtëror, me ato këshillat e Allahut që janë themelore, por tepër të rëndësishme për një personalitet në të ardhmen. Kjo do të thotë që ti ta përgatitish këtë fëmijë me i përballu apo me qëndru edhe në sprova, edhe në probleme, edhe në planifikim të jetës vet. Njeriu modern ka problem planifikimin, edhe për shkak të mungesës apo të vetdijes se si duhet njeriu ta planifikojë jetën e vet, ai hyn pasaj edhe stres. Le të marrim shembull. Një njeri i cili nuk din të planifikojë punët e tij nga mëngjesi deri në mbrëmje, ai edhe me pak punë ka me një stres. Se nuk din me planifiku sa i duhet me shku me ardhë, për shembull na kemi ardhur në emision, sa duhet me ardhë në emision. Ti tash e din sa duhet kohë. Duhet 20 minuta. Për shembull, nëse ti nuk je në gjendje me planifiku, edhe mundis me kohë, normal që kemi një stres. Edhe tash të rrugës, mundesh mungut, edhe këtë bëhen pengesë. Edhe ata që janë të normal në rrugë, ata të bëhen pengesë, ti je dugut. Ti s'po din me planifiku vetveten. Shumë ka rëndësi kthimi ka vetvetja, me ditë ti me planifiku vetveten në shoqëri.